ka ndëruar jetë këngëtari i njohur nga Tetova, Shpat Kasapi. Mediat në Maqedoninë e Veriut kanë ndarë mëngjesin e sotëm lajmin e rënd të ndarjes nga jeta të këngëtarit të njohur Shpat Kasapi. Sipas informacioneve, ai ka pësuar një atak kardiak gjatë qëndrimit të tij në Itali. Atë e kujtojmë për karrierën muzikore dhe hitet që e bën të dashur. Shpat Kasapi ka qenë një nga emrat më të njohur dhe më të dashur të skenës muzikore shqiptare. I lindur më 1 maj 1985 në Tetov, ai u rrit në një familje me traditë muzikore. Karriera e tij nisi në fillim të viteve 2000, ku shumë shpejt u bë i njohur me stilin e tij modern, meloditë e lehta dhe performancat energjike. Shpati u afirmua përmes tregut muzikor kosovar dhe atij shqiptar, duke sjellë këngë që u shndërruan në hite si Fisnike, Amdo, Valle Kosovare, Dashni Palimit, Aroma e saj, e shumë të tjera. I ndjeri ka qenë i martuar dhe ka lënë pas një fëmijë.